Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin Çorav të Pogradecit, një zjarr i përmasave të mëdha ka shkatëruar plotësisht fermën e blegtorit Agjerim Kapa, duke i marrë jetën 170 krerëve të imta. Ngjarja ka ndodhur gjatë orëve të natës, ndërsa në momentin e përhapjes së flakëve, askush nuk ndodhej në stall. Sipas ekspertëve, dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një shkëndijë elektrike, ndërsa mungesa e njoftimit në kohë bëri që ndërhyrja e zjarrfiksëve të mos ishte e mundur. Kryetari i Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli vizitoi familjen e dëmtuar, duke i siguruar se pas një komunikimi me Ministrinë e Bujqësisë është gjetur mundësia për të përballuar pjesërisht dëmin e shkaktuar. Unë në tërë procedurën e kemi bërë, i kam urdhëruar atë se unë isha në Tiranë, do vinja dhe vete. Jemi marrë vesh edhe me Ministrinë e Bujqësisë, Ministri vetë është interesuar. Besoj që çështja procedure pa tjetër që ne dhe pusheti do t'ju mbështesim. Po na ndihmoni, do vazhdojmë. Ne prapë do ta rikthejmë siç e kishim mësuar, nëse vendet. Është vlerë e konsiderueshme, është dëm i madh për ju. Besoj që shumë shpejt do merremi me shpejt. Njoftojmë. Në ato procedura tonë i bëm, edhe ai zjarrfikses ka bërë atë raportin që është domosdoshëm shkruar. Edhe policia ka nartuar edhe ata. Se janë këto praktikat që duhen zbatuar. Ata besoj erdhën ato të emergjencave nga bashkia, fola në telefon, kanë nxjerrë vlerën e dëmit. Besoj se do dilni të kënaqur nga kjo pjesë, nga kjo mesele. T'ja u lehtësojmë dhimbjen. Nëse ne prapë ta rikthejmë, nëse na ndihmoni, nëse na ndihmoni ne kemi mundësi me njerëz punëtor që keni nevojë për mbështetje. Unë do bëj maksimum. Në këtë fatkeqësi, babe birë që kishin ngritur fermën me vite punë dhe sakrifica, kanë humbur gjithçka brenda pak minutash. Tashmë ata presin që institucionet të mbajnë premtimin dhe t'i ndihmojnë të rifillojnë jetën e tyre blegtorale, aty ku çdo ditë kanë derdhur mundin dhe djersën për të ndërtuar diçka me duart e veta.